E tha edhe Niti Majerët, se janë kriju disa teori konspirative që i 19, do me thonë data 19 është ndeshja, finalja, 19 vjeç ka qenë Messi këtu, ky djaloshi Jamali tash veç i ka 19 vjet. Po. Se di, është koincidencë goxha e bukur kjo, sepse tash pe paramendoj që mund dje Jamal përballë një lojtari siç është Messi. Do ndihet më i motivuar? Po, normalisht ish dasht me qenë ashtu. Tash në mendjen e tij dhe në trurin e tij nuk e di, po me aq sa ka bu edhe Jamal nuk pajtona me trajnerin shumë që thot është ma i papjekun ndoshta, se unë e kom konsideru edhe kur e kom pa në ndeshje goxha të mdoja në këtë kampionat, unë e kom pa një djalosh që është goxha i pjekun dhe si kur të luan ti ndoshta edhe shumë të kishte përvojën e këtyre kompeticioneve që janë shumë të nalta botnore. Në mu më ka pëlqy tash, a do e vazhdoj këtë ritëm, sepse këtu mandi mundet me qalu ajo. A do në me shku, do me thonë që i thojnë ana ka kiblja, a do në më këty, do në me vazhdu me rukëtimin e një futbolisti me disiplin, me gjumë të mirë, pak to daljet, ahengjet, shumë femra për rreth, e të tjera, ajo mbetet shijet. Po nëse e vazhdo në këtë rukëtimin që shduhet si një futbolist, si kur Messi e shumë tjerë, Ronaldo besa se është shembulli ma i miri, i një personaliteti që ka ditë me mbajt vetën deri në këto mosh me atë fizikus, atëherë, bravo i qofë se do tjetë vërtet ma i miri i botës. Si do të ndikon fotografia? Unë po i them që...